Hetimet për vrasjen mafioze të Gjovalim Prendit kanë zbuluar një tjetër element kyç. Automjeti që u përdor nga autorët për t'u larguar nga vendngjarja është gjetur i shkrumbuar në një zonë të pyllëzuar pranë fushgjormës në Kurbin. Policia dyshon se pas djegjes së makinës, atentatorët që mundohet të kenë qenë të paktën 3 janë ndihmuar nga një automjet i dytë për t'u larguar pa lënë gjurmë. Krahas ekzaminimit të vendit ku gjet mjeti i djegur, hetuesit po analizojnë pamjen e sigurisë për të rindërtuar lëvizjen e atentatorëve përpara dhe pas ngjarjes. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e sajintes, teksa 64 vjeçari po qëndronte në verandën e lokalit të tij. Grupi hetimor ka marrë në pyetje dëshmitar të mundshëm që mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Gjovalim Prendi ishte babai i Sidorel Prendit, i njohur dhe si Roan Brahimi, i cili u vra në maj të vitit 2024 në Greqi. Një nga pistat ku po përqendrohet hetimi është hakmarrja ndaj familjes, duke qenë se i biri i viktimës rezulton i përfshirë në disa episode kriminale. Megjithatë, po hetohet edhe mundësia e ndonjë konflikti personal që viktima mund të ketë pasur në Shqipëri. Burimet pranë grupit hetimor bëjnë me dije se është kërkuar ndihmë edhe nga autoritetet greke, duke qenë se dyshimet për lidhje mes dy vrasjeve janë të forta. Hetuesit shqiptar janë të interesuar të mësojnë më shumë mbi kontaktet, lidhjet dhe veprimtarinë e Sidorel Prendit në Athinë, me qëllim që të zbulojnë nëse atentati në Lezhë ishte vijimi një zinxhiri ngjarjesh të lidhura me krimin organizuar ndërkombëtar. Nëse kjo pistë konfirmohet, do të ishte një sinjal i qartë se grupet kriminale po përdorin informatëria për të larë hesapet edhe në territorin shqiptar.